Përshëndetje miq, sot është një video në lidhje me 4 energji që ne mbajmë kur jemi të shëruar dhe ndërkohë kemi hapur zemrën. Këto 4 energji janë ndjeshmëria, janë empatia, është respekti dhe ndërkohë dhe altruizmi. Si qenie njerëzore, themelion i një karakteri, pra karakteri ton, ose ndryshe identiteti jon, si sipër, si poshtë, si brenda, si jashtë, është që ne kemi, pra jemi qenie të vetëdiesuar, dhe kjo për arsye se me paraardhësit e deri më sot ne kemi një vetëdiesim. Në fundit është shpirti, ne jetojmë me shpirtin ton dhe ne marrim mësimet dhe kudo që t'jeni, sido që t'jeni, shpirti juaj është vetëdiesuar për atë se çfarë po ndodh ose ka ndodhur me ju. Ndërkohë është që ne kemi një ndërgjegjësim të lartë, sigurisht ne jetojmë në këtë botë, ne shikojmë, ne vështrojmë, ne jemi vëzhgues dhe në këtë rast ne jemi të ndërgjegjësuar se çfarë po ndodh në botën e jashtme. Por duke qenë se jemi dhe qenie shpirtërore, është që ne i ndjejmë këto, vetëm se ne përsa kohë jemi të njanshëm vetëm me energjinë maskullore, pra vetëm nga ana njerëzore, ne sigurisht ju që ndiqni këto video, apasapi po mësoni që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe në këtë rast për të lehtësuar nga dhimbjet që ne nuk dimë se si të veprojmë me emocionet që vinë dhe janë në brendësi të trupit tonë, sidomos në zorët e barkut e kaluara jonë. E treta është respekti. Ne sigurisht që do të kemi respekt për njëri tjetrin dhe të kuptoni që duke respektuar njëri tjetrin, ne kemi respektuar bukurinë e jetës, se në fund të fundit ne jemi qenie njerëzore dhe shpirtërore për të jetuar në harmoni me njëri tjetrin. Dhe ndërkohë është dhe altruizmi për të cilën që të gjithë ju që ndiqni me vetmohim dhe me mënyrë falas në kontributin e një bote për të jetuar me mençurinë e vërtetësisë së mësimeve të universit, ashtu si kreatori na i ka dhuruar këtë bukuri të jetës që me paraardhësit tanë deri më sot, duke njohur të mira dhe t'i marri me vete, dhe duke marrë mësimet nga të meta që të mos përsëritet, ne vazhdojmë hap pas hapi në pafundësi, në infinitiv dhe në përjetësinë e jetës. Dhe kjo është një mrekulli, sot për sot është jeta në tokë dhe le ta gëzojmë. Por para se të filloj të zhvilloj këto mrekulli, më lejoni të tregoj, jam krenare, ashtu sikurse ju falenderoj që të gjithëve që së bashku ne rritemi, ne mësojmë dhe ne vazhdojmë të zhvillojmë duke u lidhur me yllin ton shpirtëror dhe në këtë rast duke arritur dhe në portën e Luanit në datë 8, për të cilën që të gjithë ne është që e kuptoni që në këtë kohë del dhe ylli Sirius, që ka lidhje dhe me diellin shpirtëror dhe është për një pjesë nga ju, ndoshta ndjeni që jeni më të mençur, për një pjesë nga ju, ndoshta jeni të lidhur me kodin e dritës, pra trupi juaj po ndriçohet ose jeni ndriçuar, ashtu sikurse edhe një pjesë nga ju, ndoshta keni arritur në identitetin tuaj, kush ju jeni në të vërtetë dhe me drejtimin e jetës tuaj, për atë që buron dhe djeg dhe vjen nga thellësia e zemrës tuaj. Sigurisht unë ndoshta jeni prezent që nuk kam qenë se kam bërë në videot e para që do të shkoja me pushime dhe këtë herë që një mrekulli u takuam me motrat e mia. Sigurisht mungonte një motër, por gjithsesi për atë që ne kaluam në liçen, është që të jetë uji, është lëvizja, është energjia e lëvizse e nënës natyrë, është uji na pastron, uji na rigjeneron dhe që të gjithë e ndjeni janë ato që ne lejojmë emocione që na sjell shpirti me vërtetësi,
duke I pranuar, duke I njohur, duke I falur dhe duke I dhënë dashuri pra të gjithve pa dallim, qofshin që na kanë lënduar, qofshin që kemi lënduar, ne arrim në mirëqenien e këtij trupi multidimensionar, duke krijuar hapjen e zemrës hap pas hapi, si ndryshojnë stinët, si ndryshojnë fazat e nënësën, apo lidhjet me ekuinokset, me eklipset, me solstiset e të tjera, pra çdo gjë ka lidhje dhe ne jemi të ndërlidhur me njëri tjetrin dhe kjo është mrekullia që Kreatori na ka dhuruar që të gjithëve. Midis tyre 4 elementët, uji, ajri, zjarri, toka mëm, 5 gishtat janë toka, uji, shikoni gishtimat, shpirti, zjarri dhe jo pa qëllime janë dhe unazat kur janë traditat që është martesa dhe martesa është një mrekulli, nuk do të thotë që t'jetë vetëm martesë si ne e njohim nga ana e traditave. Martesa është thjesht një shenjë e bukurisë për të cilën mund të martohesh, mund të mos martohesh dhe e ke unazën, ashtu sikurse e ka Diana, edhe pse është e martuar me dashurinë e qiellit blu dhe së fundi elementi i ajrit. Pra, në këtë rast nuk po flas për elementin e ujit, uji është elementi i lëvizjes. Dhe kur ju jeni qoftë në det, qoftë në liçen, apo në udhtim në oqeane, apo kudo që jeni, në përrua, apo në kanale, apo kudo ku ka ujë, apo në lumen tjera, është elementi shërues, është elementi pastrues, dhe mbi të gjitha është që kudo që jeni dhe në këtë kohë është që ne jemi me pushime, me familje, me shtëpinë, me të gjithë, dhe ndihet ajo paqja e brendshme. Pse? Sepse ne jemi e kuptojmë tani që ne jemi të lidhur, ne jemi prezencë në vendi ku jeni, pra në këtë rast deti, liçenit apo tjera, pra jemi prezencë dhe ne jemi të lidhur me çfarë po shohim përreth. Pra ne kuptojmë ashtu si lëviz uji, është edhe ajo që ne ndjejmë në vetësinë tonë, pra ne jemi në atë që të gjithë e ndjeni që kjo kohë është koha e ndjeshmërisë së lartë dhe lidhja me njëri tjetrin. Tjetër është që uji ruan informacionin, dhe jo vetëm ruan informacionin, por e transformon atë, pra që të gjithë jeni të lidhur me këtë kanal dhe si rezononi, si ishit ku jeni. Pra me një fjalë, uji është rezultat që jo vetëm na pastron, jo vetëm na rigjeneron, por na qetëson shpirtërisht, mendërisht, pra krijon një harmoni midis kokës dhe trupit, shpirtit ton. Ndërkohë është këto lloje që të gjithë jeni unik, që të gjithë jeni të lidhur me mënyrat tuaja të meditimit, por sidoqoftë keni dëgjuar meditimin në lidhje me zhulmën që qetëson, pra ajo zhulma e dallgëve, qoftë të liçenit, qoftë të detit, kudo që jeni, apo të gurgullima e përrojt, apo e lumit, pra që të gjitha këto janë që krijojnë, pra është një energji që na krijon një lloj harmonie, një lloj paqe, një lloj e të qenurit për të jetuar në momentin prezencë. Pra e gjitha është të jetosh, pra kudo që jeni, në det, në liçen, pra në këtë rast ku ju jeni, pra jetoni në një magji të pastër të bukurisë që është e dhuruar nga krijesa, dhe në këtë rast ne qetësojmë jo vetëm mendërisht, por edhe shpirtërisht. Sigurisht unë këtë e vura re, jo vetëm që unë dilja çdo mëngjes dhe unë e prisja atë isha në liçeni ju e dini që është i rrethuar nga malet, ashtu sikurse edhe oqeanet. Por gjithsesi të kuptoni që ai fresku edhe unë e prisja diellin të linte, bëja ushtrimet e jogës, u lidhsha me njerëzit sepse dilni në mëngjes, ka filluar një ndërgjegjësim i lartë, njerëzit dalin, kam patur takime, sigurisht energjia na lit me energjinë,
pavarësisht se si është kontributi I qenies njerëzore për të krijuar botën e vërtetësisë, botën për të kujdesur në natyrë, për mjedisin, për njerëzit dhe për rreth, për të gjithë globin ton, në fund të fundit jeta është në tokë, pavarësisht se në vetvete duke udhëtuar nëpër Shqipëri, pra nga jugu, në Shqipërinë e mesme nuk shkova në veri, sepse edhe koha është e shkurtër, por të kuptoni që ajo që më bëri përshtypje në Shqipëri, njerëzit janë shumë të pandërgjeshëm, pra në mënyrë të pandërgjeshme, hedhin çdo gjë, ajo që më kënaqi shpirtin ishte virgjëria e maleve, sepse ne në Shqipëri jemi pothuajse 70% male, ajo bukuria e virgjër, e gjelbërimi, mrekullia e pastër e maleve, dhe sigurisht ajo që ndjeja nuk është se ndikon teku në asnjë mënyrë, por e ndjej atë pra ajo pisliku I hedhjes së gjërave, sepse ne jemi konsumator, më tepër konsumator se sa ne krijojmë, dhe në këtë rast kudo mbetulina, por gjithsesi koha për të ndriçuar këtë dritë ka ardhur tash dhe njerëzit janë të mrekullueshëm, ata po bëjnë më të mirën, edhe pse aty këtu ka qenie njerëzore që akoma mendojnë për veten e tyre, por pa e kuptuar, edhe pse mendojnë për veten e tyre, është nga ana egoizmi, pra ndërsa me shpirti nuk ka të bëjë me egoizmin, ka të bëjë që duke u lidhur me veten tonë, ne do të arrijmë në një nga energjitë për të cilën ju shëroheni dhe ndërkohë edhe rriteni shpirtërisht dhe vazhdoni të jetoni me mençurinë e vërtetësisë së jetës, është ndjeshmëria. Pra, unë po hy në këtë 4 energjit, kjo ndjeshmëri për të cilën na është bukuria që ka të bëjë me paqen tonë të brendshme. Pra sa më shumë ne të lidhemi me veten tonë, aq më shumë ne lidhemi me ndjeshmërinë, me personalitetin tonë, me autentitetin tonë. Kjo paqe e brendshme është që ne duke vepruar me shpirtin tonë, ne na hapet hap pas hapi zemra. Sa më shumë ne hapim zemrën, aq më shumë ne fillojmë të duam veten, aq më shumë ne duam procesin, aq më shumë ne vazhdojmë të arrijmë në autentitetin tonë. Mësoni që kjo lloj ndjeshmërie është themeli I karakterit tonë. Kjo ndjeshmëri, kjo vetdiesi, pra veçërimi jon është vetdiesi, dhe vetdiesimi është në brendësi të vetes tonë, është në trupin brenda, është kjo energji, pra shpirti, energjia jetësore, shpirti, fryma për të cilën ne marrim. Ne kemi ardhur në këtë jetë që të gjithë për ta jetuar plotësisht jetën, dhe nëse ju bëni pyetje vetes, a jeni duke jetuar jetën? Të paktën nga ajo që unë arrita, me vërtetësi është, unë po jetoj atë plotësisht. Dhe është një mrekulli ta jetoj me ndjeshmëri, me paqen e brendshme, pavarësisht se unë jetoj në këtë realitet. Njësoj si është akoma një pjesë që flen, pra gjumë, edhe pse I rrinë në zonë të reartis, pra presin gjëra nga të tjerët, të kuptoni që gjithçka në këtë do të harriet hap pas hapi, dhe si ndryshojnë stinat, apo ndryshon nëna hën, apo çdo gjë që, sepse çdo gjë në këtë univers është energji, universi drejton energji, ne jetojmë, jemi energji, dhe në këtë shekull është me të vërtet që ne që të gjithë do të lidhemi, pra sidomos ju që ndiqni këtë video, me fëmirin tonë të eshme, ose ndryshe shihni fëmijët tuaj. Pra energjia jetësore është kjo ndjeshmëria jonë shpirtërore, është ndjeshmëria, është ajo që ne nuk e shohim me sytë tanë, por që ne e ndjejmë, dhe kjo është paqja e brendshme që ndryshe njihet bukuria ose me emrin ndjeshmëria. Mësoni që kjo vetëdije është
Kur ne japim, pra kemi lidhje të thellë, jo vetëm me veten tonë, po përreth dhe më gjarë, ka të bëjë me atë që ne japim dashuri pa kushte, sepse ne arrim, kur jemi në paqen tonë të brendshme, dashuria pa kushte, dëmshuria, mirënjohja e brendshme, sa më shumë mirënjohje të jemi, edhe me gotën e ujit, kur ne e pim dhe themi faleminderit, edhe me gotën e ujit, kur ne japim ujë luleve, apo kudo në çdo duke krijuar atë mirënjohjen, falënderimin për gjithçka, kjo bën që çdo gjë të rritet, pra me një optimizëm, sa më shumë optimizëm të dërgojmë, aq më shumë kjo energji e bukurisë jep optimizëm, për arsye se energjia tërheq energjinë. Dhe mësoni që kjo ndjeshmëri, kjo vërtetësi, ky sinqeritet ju bën jo vetëm që të besoni, por ju ndjeni në të njëjtën kohë edhe rezoloni dhe ndjeni të sigurt. Mësoni që duke qenë se është, pra ndjeshmëria arrihet në bazën e vërtetësisë, në bazën e sinqeritetit, ju duke vazhduar pas hapi ndjekun shpirtin, ju arrini që të ndërtoni jo vetëm e veten tuaj dhe përreth bukurinë e jetës, pra duke dhënë dashuri pa kushte përreth me veten, përreth dhe më gjarë sipas asaj që ju jeni, kjo sjell, pra për të gjithë ne që lidhemi sidomos me këtë ndjeshmëri me paqen e brendshme, sjell edhe një shoqëri transparente, sjell një zhvillim akoma edhe më të mençur, duke jetuar me autentitetin ton, me unin, për atë që unë kam ardhur në këtë jetë me një mision dhe me një drejtim dhe mbi të gjitha për ta jetuar plotësisht jetën, kjo bën që ne të krijojmë edhe botën ton me unitetin ton, sepse që të gjithë ne jemi krijues. Pra kjo është që kjo energji e ndjeshmërisë na bën që ne të kuptojmë dhe të jemi përgjegjës për veprimet tona. Pra mjaft me ndjeshmëri, me paqen e brendshme, ne nuk e vëmë gishtin këtë të tjerët, ne nuk shohim vlerën këtë të tjerët, por ne arrim të krijojmë veprimet tona dhe kjo bën që ne të japim respekt vetes dhe përreth. Mësoni që kjo ndjeshmëri nga ana e themelit dhe personal ka të bëjë me vetëdijesimin tonë. Dhe vetëdijësimi është që e kemi në këtë trup multidimensional. Ky trup mban mençurinë, pra ne arrim në një mendje të qartë. Ky trup mban informacionin, sepse vetë elementi ujit është jo vetëm që mban informacionin, por e transformon, pra energjinë. Sido që të jemi, shpirti jeton dhe gjatë kësaj momenti për të cilën ne vazhdojmë, sepse për sa kohë ne marrim frymë, kjo energji jetësore është që ne mësojmë, pra nga tani dhe në vazhdim ne mësojmë. Dhe sigurisht ne i përshtatemi dhe vazhdojmë, se energjia është gjithmonë në lëvizje, pra uji jo vetëm që ka mban informacionin e pararsve tanë, por edhe duke falenderuar, duke marrë të mirat dhe duke mësuar nga të metat, pa gjykim, dhe ne vazhdojmë të transformojmë këto energji, për të cilën vazhdojmë pafundësia jetës, pra një mrekulli për të cilën ne jemi në këtë moment, jo vetëm toka mend ka arritur në një frekuencë të lartë, por dhe ne si qenie njerëzore jemi, sepse në një frekuencë të lartë ne kuptojmë se çfarë po ndodh në botë, ashtu sikurse ju pjesa dërmuese ju kuptoni tani se sa e bukur është jetosh me paqen e brendshme. Dhe kjo është që na çon në të dytën, pra vetëdijësimi është vetëshërim. Dhe na çon në energjinë e dytë, ne jemi empath. Sigurisht ne jemi në përgjithësi, pjesa dërmuese jemi empath, por tani me një ndryshim, jo me dashurinë në nevojë, pra duke dhënë, por me dashurinë pa kushte hyjnore. Mësoni që kur ne arrim këtë energji, pra me dashuri pa kushte, që do të thotë hapet zemra, pra ne jemi të shuruar, ne kemi hapur zemrën,
ne i ndjejmë dhimbjet, por ne ndjejmë dhe gëzimin e të tjerëve. Kjo empati është që ne na bën që ne e kuptojmë lidhjen e thellë që ne kemi. Pra ne jemi qenie humane, ne jemi të krijuar jo vetëm mendërisht, por edhe shpirtërisht, dhe kjo ka ardhur hap pas hapi në një zhvillim për të cilën pra kemi arritur në një ndërgjegjësim të lartë, dhe tani ju që jeni në këto video, ju jeni të ftuar, ju jeni të zgjedhur, ju jeni punëtor të dritës, ju jeni angjëj të tokës, ju jeni shërues shpirtëror, dhe mbi të gjitha të kuptoni që sido që të jeni, kur ju ndiqni rrugën e shpirtit, hap pas hapi, sepse shpirti jeton, dhe deri dhe është i përjetshëm, ne do të shkëputemi si trup fizik, pra si qenie njerëzore, ne lindim, por dhe ne do të vdesim, këtë e dim që të gjithë. Pra kjo bën që kur ne lidhemi me shpirtin dhe keni marrë mësimet, ky është misioni i shpirtit, pra bim në këtë jetë dhe hap pas hapi ne do të shkojmë diku, dhe në këtë rast ju që jeni këtu në këtë e kuptoni lidhjen e thellë që ne kemi si qenie e vërtet njerëzore dhe shpirtërore, pra ne jemi empat. Mësoni që kjo empati na mësoj ne nuk jemi dëshmimtar, vetëm dëshmimtar për të parë dhimbjet, se çfarë po ndodh në këtë rast dhe në botë. Pra, por ne edhe ndihmojmë në lidhje me atë që pa i prekur lirin në emocionet që kanë njerëzit, pra i ndjejmë emocionet e tyre, ashtu sikurse dhe ne i ndihmojmë në kohë të vështira. Pra kjo është bukuria që kur ne jemi empat, ne kuptojmë që ne jemi pra qenie humane, pra njerëzore dhe shpirtërore, dhe duke u lidhur me, pra duke qenë empat, kjo krijon një shoqëri harmonike, pra një lidhje në balancë, duke në fillim me veten tonë, dhe duke patur në veten tonë, ne jemi në gjendje që këtë rrezatim, pra këtë ndjeshmëri, jo vetëm me dhimbjet, por dhe me gëzimin, t'i ndihmojmë dhe të rrezatojmë këtë, dhe mos ju vi çudi që pjesa nga ju, duke qenë se ndiqni këto video, ju ndjeheni të sigurt, ju filloni të besoni, pra kjo është që rezoroni me energjinë e shpirtit. Mësoni që kur ju e keni këtë empati, ju arrini në pjekurin e bukurisë së jetës, në mirëkuptimin e vërtetë të jetës, dhe kjo ju bën që ju hap pas hapi, duke qenë se jeni pra empat, pra kjo fuqi e ndjeshmërisë, kjo fuqi e përpunimit të emocioneve, jo vetëm për vete, por dhe për rreth, sepse shpirti jeton, dhe në këtë shoqëri ku ne jetojmë, ka akoma energji për të cilën ndikojmë, dhe ne dim se si të veprojmë me këto energji. Tjetër është ajo që do të arrim duke u bërë empat, ne arrim të zbulojmë karakterin ton, dhe kjo është me të vërtet që na bën të jetojmë me vërtetësinë e bukurisë së jetës. Tjetër është respekti. Çfarë ka të bëjë? Është me të vërtet themeli kryesor i vlerësimit dhe i njohjes së çdo individi me mënyrë e tyre autentike. Pra do të thotë që ne e njohim që çdo individ është unik. Mësoni që ne fillojmë të respektojmë dhe të njohim me vërtetësi dhe me dinjitet lidhjen e thellë që ne kemi, duke pranuar atë që të njohim dhe të vlerësojmë vlerën e tyre unike. Kjo krijon marrëdhënie të shëndetshme. Kur ne japim respekt me njëri tjetrin, ne dhe do të marrim respekt me njëri tjetrin. Kjo është bukuria që krijon lidhje harmonike, dhe duke vlerësuar vlerën e çdo individi, ne si qenie shpirtërore, ne nuk e kemi më si përfaqësore. Pra është
një respekt jo si përfaqësor dhe si ta kuptoni. Nga ana shpirtërore janë dy rrugë. Ne pranojmë prejardhjen, ne pranojmë kulturën, ne pranojmë besimin, ne nuk gjykojmë, ne nuk kritikojmë, ne jemi dhe pranojmë që të jetojmë që të gjithë në mënyrë të barabartë. Dhe kjo është motua e këtij shekullit për liri, barazi, vllazëri. Si rezultat, duke qenë se ne japim respekt pa i prekur lirin askujt, kjo sjell që ne të krijojmë një mjedis apo përreth vetes apo dhe më gjerë në botë për një lullëzim jo vetëm në lidhje me komunitetin tonë dhe në këtë razimi dhe udhtimi shpirtëror, por edhe këtë dritë të lidhjes me arim që të krijojmë duke ndriçuar dhe realizatuar pra vërtetësinë e jetës, ne krijojmë edhe botën e mrekullisë. Pra që të gjithë kuptojmë që ne vazhdojmë me respektin që ne japim, ne ndërtojmë dhe besojmë në bukurinë e lidhjes së fortë që ne kemi si qenie njerëzore. Pra çfarë ndodh me ne? Ne e kuptojmë që një pjesë e qenies njerëzore vuajnë sepse nuk e dinë që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe kjo mënyrë e bukurisë së jetës është të lidhemi me veten tonë. Dhe këtu është do të hyj në atë që njihet altruizëm. Ndoshta në këtë moment keni dëgjuar dhe sigurisht jeni prezent sepse kemi një ndërgjegjësim të lartë se çfarë po ndodh në botë, shumica po punojnë për veten e tyre. Dhe në këtë rast është inteligjenca artificiale, sidomos nëpërmjet social mediave, apo kanalit YouTube, apo show, apo çfarë. Sigurisht që realiteti është ndarë në dy, pra bota jonë është në dy realitete, por një gjë të dini, që të gjithë ne jemi në rrugëtimin e lidhjes dhe të hapjes së zemrës tonë. Pra e gjitha është që ne do të lidhemi me rrjedhën e magjisë pastër të vetëdijes kozmike me një frekuencë të lartë si që njerëzore, por dhe me ndjeshmërinë tonë, me vibrimet tona, sepse kjo është edhe ne, universi drejton energjinë dhe ne jemi energji dhe ne do të vazhdojmë. Çfarë do të thotë altruizmi? Ndërkohë që një pjesë vazhdojnë japin atë që ndjejnë dhe bëjnë për përfitime dhe duke i dhënë akoma më zhvillim, pra përfitimet e tyre personale, duke i dhënë akoma një zhvillim pra botës kapitaliste në kuptimin botës së materjes, pra akoma në dashuri, në nevojë apo në atë që duan të përfitojnë, pra në lidhje me përfitimin, herët ta vonë në këtë shekull që të gjithë ne do të lidhemi me shpirtin, sido që të jemi, ne vi me shpirtin dhe ne do të lidhemi me shpirtin, por dhe ne do të një ditë do të ikim sepse pra do ta lëm shpirtin frymën. Kjo është energjia jetësore. Mësoni që ne që jemi të lidhur me pra altruizmi, që do të thotë angazhimi jon duke mohuar veten tonë, pra duke qenë vetmues dhe duke ndihmuar falas që të gjithë qeniet njerëzore dhe shpirtërore, sepse ne jemi që kërkojnë ndihmë dhe janë të lirë sepse ne nuk i prekim lirin askujt. Mësoni që kjo energji e fuqishme pasqyron, ku ne lidhemi me këtë energji, pasqyron drejtimin e jetës tonë dhe është vjen nga thellësia e zemrës dhe është për një botë të qytetarisë ku besimi është paqja e brendshme. Është ajo që e kemi në zemër. Pra besimin, kudo që të besoni në Zot, në univers, angjël, mjeshtra, vetja ju e lartë e kemi në zemrën tonë. Kjo zemër që mban misionin dhe drejtimin e jetës. Mësoni që kjo zemër është super fuqia
është dashuria pa kushte, është kjo dashuri që jep lullëzimin e qenies tonë njerëzore, dhe kur jo vetëm lullëzimin e qenies tonë njerëzore, por mbi të gjitha edhe për ta jetuar bukurinë e jetës të duruar dhe sot për sot është në këto tokë, në lidhje me veten tonë autentike, duke planuar që si jemi sipër, jemi dhe poshtë. Pra si jemi të lidhur me qiellin, me veten tonë të lartë, jemi dhe të lidhur me veten tonë në tokë, sepse jemi me një mision dhe me një drejtim të jetës. Dhe këtë mision dhe drejtim të jetës ne do ta japim në këtë tokë, se këtu është jeta, pra ne do të veprojmë, ne nuk do të ndërrojmë, ne do të veprojmë. Dhe këtë e bëjmë me vetmuim dhe falas, dhe kjo është altruizmi për një botë të vërtetësisë me mësimet e maturisë, magjisë së pastër, të ekuilibrit të gjithçkaje, pra çdo gjë në këtë mrekulli, si për si poshtë, por si brenda energjia femërore, si jashtë energjia maskullore për atë që ne shikojmë në botë, jemi pra në harmoni, jemi në balancë, në lidhje me gjithçka. Pra ne që jemi lidhur me altruizmin, ne kuptojmë dhe e ndjejmë që ne kujdesemi për mjedisin, ne kujdesemi për kafshët, ne kujdesemi për njerëzimin, ne kujdesemi për të gjithë globin ton, pa dallim. Thjesht ne planojmë që të jetojmë me vërtetësinë tonë, duke planuar unitetin e çdo individi, sepse që të gjithë jemi unik. Si gishta ndryshojmë dhe ne brenda familjes apo përreth, pra që të gjithë jemi unik. Pyetja ime është që do t'i bëni vetes tuaj: a jeni duke jetuar jetën? Përgjigja ime, nëse unë do t'ja bëj pyetje vetes time, a jam duke jetuar jetën për të cilën jam e ardhur në këtë tokë, kemi shëruar në këtë tokë, po mrekulli, po jetoj plotësisht jetën e vërtetësisë së mençurisë së kozmike, pra të lidhjes qiell-tokë, si një angjëll i tokës, si një shërues shpirtëror, si një punëtor i dritës, dhe si një yll i ndriçuar, jo vetëm në qiell, por dhe në tokë. Dhe ajo që të kuptoni është, kur isha me pushime, pyeta motrat e mia, ashtu si kurse pata takime edhe me shoqen time e tjera, a ke dëgjuar për alien? Dhe midis të tjerave më thanë, po, kemi dëgjuar. Një pjesë nga ato por në vedete janë këto, çfarë janë dhe a janë të këqija, çfarë bën keq? Unë qesha dhe thash, ju alien e keni përpara, e keni përballë, si ndjehesh? Pra kjo ishte me të vërtet një gjë e bukur, edhe sigurisht motrat e mia më njohin, pa ato nuk e pranojnë. Varet, edhe pse janë të mrekullueshme, përsëri për sa kohë nuk dëgjojnë dhe nuk lidhen me veten e tyre, unë nuk mund t'i ndryshoj, thjesht unë ndriçoj dritën, dhe sigurisht që kjo dritë është ndriçuar, sa ato janë të mrekullueshme, ashtu sikurse edhe njerëzit, shoqja ime e ngushtë e tjera, por që kanë interes, pra e ndjejnë, kanë interes, dhe në kohën që unë isha në plazh, flisja edhe dëgjonin dhe përreth, dhe e shifja që kishin interes, se ky është që unë ndriçoj dritën e vërtetësisë së jetës, dhe kjo dritë rrezaton kudo dhe i ka prekur që të gjithë, dhe sigurisht kuptoni që kush e investon këtë energji të fuqishme për mirëqenien e gjithçkaje që ekziston, pra për të kujdesur për mjedisin, për të kujdesur për kafshët dhe për të kujdesur për njerëzimin, është me të vërtet që arrin në respekt, arrin në admirim. Ne nuk jemi vetëm, ne ndihmojmë, dhe ju që të gjithë që jeni në këto video, ju e ndjeni sepse ku ishit, ku jeni dhe si keni arritur që të gjithë jeni unik. Dhe kjo është që duke qenë se është një energji e fuqishme dhe falas, është që krijon me të vërtet karakterin ton si qenie umane për
për të cilën ju që e bëni me altruist, pra e bëni me vetmojim dhe falas, është që frymëzoni dhe të tjerat që ta bëjnë këta. Altruizmi shënim nuk ka të bëjë me atë që t'jesh i madh, që t'jesh i dukshëm, ka të bëjë me atë që dhe për gjërat e vogla që ju bëni, por që buron nga zemra juaj, për atë që ju jeni unik dhe që vjen nga zemra juaj, është që ju jepni kontribut me këtë energji optimiste për të jetuar me vërtetësinë e jetës, dhe kjo ndihmon jo vetëm në përreth vetes tuaj, jo me vetëm i tuaj përreth vetes, por edhe në strukturat shoqërore në mbar botën tonë. Dhe kjo është mrekullia që unë i falenderoj të gjithë qeniet me të vërtet njerëzore, shpirtërore, ndryshe humane, altruist, që me vetmojim dhe në mënyrë falas ndihmojnë pa i prekur lirin askujt, por ndihmojnë qeniet me të vërtet njerëzore që zgjedhin, të duan dhe të lidhen me veten, sepse është koha, dhe kjo është edhe mantra, është koha ime sepse është. Gjithsesi shënim, kur mos harroni që altruizmi ka të bëjë me atë që ne do të lidhemi me veten tonë. Pra që të lidhesh me këtë energji, me këtë fuqi e angazhimit, është që ne do të lidhemi me veten tonë. Kjo nuk ka të bëjë me egoizmin, thjesht ne do të lidhemi në thellësi me veten tonë, me qëllim që të arrim në identitetin tonë të vërtet, kush ne jemi në të vërtet, që do të thotë ne do të shkëputemi nga identiteti i parë si ne ishim, pra tërësisht komplet, dhe jo vetëm nga ato që ne kemi marrë se ne ndihmohemi nga karma e vjetër, që do të thotë fjalë, mendime, sjelljet, zakone të tjera që ne kemi marrë nga shoqëria, duke qenë se ka qenë në nivelin e ulët pa gjykuar, por duke u lidhur me veten tonë, çfarë ndodh? Ne do të lidhemi në brendësi. Sa më shumë ne lidhemi me veten tonë, me sekretet tona, qoftë nga jetë mendore, qoftë në brendësi të trupit tonë, kjo sjell që ne jo vetëm veçërohemi, që do të thotë vetëdijësim, pra shpirti kërkon rritje, zhvillim, shpirti kërkon të di, pra vetëdijësimi do të thotë veçërim, pra vazhdimisht për sa kohë ne jetojmë, shpirti kërkon rritje, zhvillim, dhe ndërkohë vullneti jon për të përmirësuar jetën nga tani dhe hap pas hapi derisa ne të vdesim, se ne do ikim si qenie fizike, por shpirti është i përjetshëm. Ndërkohë është dhe kjo ka të bëjë dhe me lidhjen e thellë, pra ne ndjejmë në thellësi energjinë e të tjerëve, dhe unë fola në lidhje me empatin, pra ne jo vetëm që njohim dhimbjet, por dhe gëzimin, pra janë dorë më dorë, dhimbja dhe gëzimi janë dorë më dorë, sepse jeta është e paparashikueshme. Mësoni që e gjitha bëhet duke vepruar me altruizëm, ne do të arrijmë në një botë mrekullueshme, pa kriza, pa uri, pa sëmundje, dhe kjo është motua e këtij shekulli, liri, barazi, vllazëri, apo jeto dhe le të jetojmë. Mësoni që të gjitha këto katër energji, që pra ndjeshmëria, pra paqja e brendshme, ndërgjegjësimi, që do të thotë ne jemi në një ndërgjegjësim të lartë, duke pranuar që jemi qenie njerëzore dhe shpirtërore, ndryshe human, kështu jemi krijuar, shikoni fëmijët tuaj, respekt, pra duke u sjell në mënyrë të mrekullueshme, jo vetëm me veten tonë, por rreth dhe më gjerë, pra respekt, dhe këtë në përmirësim gjithmonë vjen në përmirësim, ashtu sikurse edhe me altruizmin, që do të thotë jo vetëm të hapet zemra, por dhe të lidhemi me zemrën, pra me veten tonë unike për ta jetuar jetën plotësisht ashtu si ne kemi ardhur në këtë jetë me një mision dhe me një drejtim të jetës. Të gjitha këto gjëra, këto katër energji, pra bëjnë atë që ne të jetojmë me mençurinë e energjisë vërtetësisë së jetës, pra të energjisë mençurisë universale, dhe kjo bën që hap pas hapi krijon dhe lulëzimin e qenies tonë njerëzore për të krijuar me të vërtet atë vërtetësinë ne jemi qenie humane. Pra jo vetëm si qenie njerëzore, ku veprojmë me peshqisat, pra shikojmë, dëgjojmë, nuhasim, shijojmë dhe prekim,
por dhe ndjeshmëria jonë e lartë, paqja jonë e brendshme, kur ne arrim paqen tonë të brendshme, ne jemi në gjendje që të krijojmë bukurinë e jetës për vete, për rreth dhe për të gjithë globin tonë, për të jetuar me vërtetësi. Themeli i qenies tonë njerëzore që na ka krijuar pra kreatori është ne jemi me vetëdijsim, e kemi në brendësi, është shpirti jonë, është energjia jetësore. Ne jemi të ndërgjegjshëm, ne me parasit tanë deri më sot ne jemi në një ndërgjegjësim të lartë, ne dim çfarë po ndodh në botën e jashtme dhe tani është thirrja, ne do të lidhemi me veten tonë. Ne jemi dhe kemi vullnet, ne jemi luftëtar dhe jo shqetësues. Pra jeta është një mrekulli, pra ne kemi këtë vullnet, ne jemi luftëtar që të gjithë, kujtoni se çfarë keni bërë dhe ku jeni, sido që të jetë. Dhe së fundi ne jemi imagjinar, krijues, pra ne jemi të tillë. Shikoni fëmijët tuaj dhe për një pjesë nga ju, kur keni arritur, nëse i keni këto 4 energji, do të thotë shërimi juaj dhe ju jeni jo vetëm me zemër të hapur, por edhe me zemër të lidhur. Sigurisht jemi në drejtim të portës së Luanit, ndoshta për një pjesë keni arritur në mençuri, ndoshta për një pjesë jeni lidhur me kodin, pra me kodin e dritës dhe pra me zemrën tuaj, dhe ndërkohë për një pjesë nga ju ndoshta keni arritur në identitetin tuaj duke njohur dhe përfundimisht atë që njihet altruist. Ju jeni, sido që të jeni, sido që të arrini, kur vjen nga thellësia e zemrës tuaj për të krijuar një botë të vërtet ashtu si krijesa krijuese ka krijuar, pra ekzistenca, dhe të shërbejmë të vazhdojmë për përjetësinë e pafundshme, me qëllim që fëmijët tanë, brezat e ardhshëm, të jetojnë pafundësisht në mrekullinë e zhvillimit të ekuilibrit të pastër, ndryshe quhet magjia e pastër, e ekuilibrit të gjithçkaje, sepse ne jemi të lidhur, ashtu si fluturojnë shpendët që nuk përplasen, jemi dhe ne si qenie njerëzore që jo të jetojmë në konkurrencë, sepse këtë e bën në mënyrë të pavetëdijshme, pra ana e botës materjes si qenie fizike, por edhe qenie shpirtërore, që na krijon bukurinë e jetës në lidhje në harmoni me këtë energji për ta jetuar jetën, sepse jeta është një mrekulli. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.